se njohja e Allahut mëson ti është edukuar me Allahun xhallahu ala. Nga ne është e kërkuar ti me të edukuar me Allahun xhallahu ala. Të kemi adab tërbia. Dhe tërbia sikurse ka thënë Ibn rahimullah ndërtohet në 3 shtylla sikurse kemi përmendur vende të tjera. Andaj nuk mund të realizosh gjitha këto shtylla të edukatës së mirëfillt ndaj Zotit tënd nëse nuk e njeh Allahun xhallahu ala. Prandaj vallahi subhanallah, njohja e Allahut na bën më të turpshëm para tij. Apo na bën më të përulur, më të nënçmuar, më të pavlerë para tij ku të njohim. Një që e njeh Allahun xhallahu ala, njohje të mjaftueshme, a ka mundësi të jetë i pa edukuar dhe të jetë mendje madh? Është e pamundshme. S'ka mundësi. Çdo njeri që është mendje madh i mungon njohja e Allahut azh. Një që lakmon këtë dunjë, sikurse kafshë që lakmojnë, apo vrapon pasaj, me çdo çmim, veç me pas diçka për kësaj bote apo. A njeh Allahun ky njeri? Jo vallahi se njeh. Po ta njehte do ta dinte se nëse këtë praktikë e di çka jep Allahu xhallahu ala. Prandaj edukat me Allahun xhallahu ala nuk mund të kemi nëse nuk e njohim. Andaj synojmë që të edukohemi në raport me Zotin xhallahu ala duke e njohur Allahun te baraka wa taala. Gjithashtu edhe njohja e Allahu xhallahu ala na mundson që ne të plotësohemi. Ne të përmirësohemi. Njëri ka metat shumë të vllaznia. A nuk është emet e njëjtë hasedi? Pse vjen hasedi? Pse një Allahun që duhet? Kush e ka hap këtij këtë begati? E kush të ka privu ty nga kjo begati? Allahu xhallahu ala. A bën Allahu zullum kur bën kësin dami? Jo, se unë e një Allahun i drejt. Atëherë çka kime pas hasad pra? Apo e përmirëson veten tonë. Në shumë të meta që njerëzit i kanë nuk mund të përmirësohen në asnjë institut të rehabilitimit. Kërkon, ku dush çaj? Nuk përmirësohen kurr, gazet janë të meta që nuk largohen me medikamente, nuk largohen me trajtime ndryshme psikologjike mjekësore. Jo, i largon veç njohja e Allahut azh. Veç kur një Allahun përmirësohet. Ndryshe, jetë çaj që ka qenë. E pamundshme me qenë diçka tjetër. Gazet mbetet burimi i smunit vazhdimisht aktiv. Prandaj hasedin, smunit tjera të shumta, urrëtitjen, mendimin e keq, lakmin, ose shumë të tjera që vijnë nga brendia e njeriu, shërohen me njohjen e Allahut azh. Si të një qetësohesh. Po shoh, hiç ka marrë më çështje. Ana son një subhanallahu, Allahu diku t'i jap këtë rrezik, mirët me krijesën ja marr atij apo. E smirët me ato që ka dhënë ti ja rap tjera, s'më hap edhe mua. Tek më lidhët me to. Po këshira ti më ja marr ato që ja ka hap Allahu xhallahu ala. Ti sa të shkruan me kur ato që ka hap Allahu xhallahu ala. Mi po hub mund dhe e ushqen shpirtin me zili që ty të bën dëm në fundit apo. Andaj shumë të meta tona që i kemi që po na pengojnë në rrugën tonë të Allahu xhallahu ala dhe po na pengojnë në raporte mes vete, rregullojnë përmes njohjes Allahu xhallahu ala. Andaj unë synoj për veten time dhe për ju që përmes njohjes Allahu xhallahu ala që do të lasim të armën, të largojmë këtë vese, të duajmë më tepër, të largojmë zilin, lakmin, armiqsin, qase jemi duke përdor ilaçin adekuat. Nëse nuk kryjm punë, na jemi të prisht. Sikur se ka thënë pejgamberi, jo për këtë punë vëllai ndoshën. Madje këtë që thash deri më tani në njërin e këtij hadithi. Në njëri kartë i dërguari sa ka thënë ja Rasulullah, vllau tem spinon në barku, barkçitë e vazhdueshme, do me dek. Këna provu këtë, ka thonë iskihi asalan, japi mjalt. I ka thonë mjalt, edhe 5 spanalet. Ka thënë ja Rasulullah, i komon mjalt nuk panalet. Ka thonë japi edhe herë mjalt. I ka thonë mjalt nuk panalet. Ka thonë ja Rasulullah, i komon edhe një herë, ka thonë japi edhe një herë, 3 herë mjalt. 3 herë është më provuar. I ka thonë mjalt e 5 spanalet apo. Kur ka ardhur tek pejgamberi sa ja Rasulullah, që 3 herë po i do mjalt spanalet, çka ka thonë pejgamberi, po gjet kum gabu? Jo, ka thonë sadakallah wa kadhaba batnu akhika. Barku i vllaut tonë është i prish diçka thon, se Allahu ka thonë që kam janë ala. Jo kuptojmë që ka që nuk se kur ka thonë Allahu i nalet është çka? Është rregull shariatik, jo kosmologjik. Se të ke saktuar Allahu kish mënon pa Allah ka bërë rregull që mjalt është ilaç për njerëz, ama edhe barku me prish tek ka që mjalt është janë ala. Ka pa do njerëz s'ka ilaçi këtë hallkun e shëron aty si bëhet. Ka defekt caktuar diçka jashtë kësaj, sa veç kësmunja apo. Andaj nëse me mjalt ka thonë i nalet barkçitja, vallahi neve duhet më nal shumë barkçite që i kemi ato që po na bëjnë problem. Apo me këto. Nëse s'do nalet që kjo është tjetër s'ka. Apo po problemi është tek vetja jon, sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah, në
në qoftë se kur bie shi nuk mbill, nuk është problem kvaliteti i shiut atë, po problemi është kvaliteti i tokës. Apo a ka shi më kvalitativ dhe më pak kvalitativ? Çaj shiut. Çaj që ka bu këtu gjelbrim, këtu e kalon thot. Pse? Jo pse këtu ka zbrit shi me më pak minerale, e së dalt, jo. Po se bë toka valla. Se bë toka. Andaj Allah na ruaj që zemrat tona të jenë sikur se diçka që se bë toka. I bien çka duhet, si alashaj valla. E provon ti këtu dhe e kultivon me çto? Me emrat e Allahu xhalla xhelalu. Dhe konja se alashaj valla, po djova se është shkëmb. Mbjell sa dush, mush edhe me ushqy, me lloj ato, domthonjë që janë plera artificiale ushqyse që japin kvalitet e rritin, po guri Allah s'del për aty kurrë. Sikur se ka thënë Allah xhalla wala, tarakahu salda. Apo ai që jep sadaka dhe përmend. Pse i presht jam zën frymën hallkut me të mira që u ka bua atë. Kështu më nxirr shpirtin për 10 euro që u ka jap atë. Qysh puna ti Allahu thot sikur se në shkëmb që shkëlqen, apo që aty me qit ujin, arrin, rshata se s'rrin. Apo edhe e lën çashtu salda. Çashtu e lën shkëlq, hala çashtu e lën thot, se s'rrin ujin mi tafta. Çashtu edhe sevapi si rrin këtin apo. Si rrin sevapi, se rshat diku tjetër shkon apo. Andaj plotësohemi njëun Allah xhallahu ala, e njohim Allahun apo sha? Edukohu, përmirësohu, kështu më radh.